Çuditshme, aq edhe dhimbshme. Sot isha në Qarshinë e Vjetër në Shkup. Mirë po, diçka jo e zakonshme, diçka ndryshe nga ditët tjera. Meqense se unë i dua ecjet në mal dhe jam antar i shoqatës malore Kroj, kur dal ecje nëpër mal, zakonisht e mbaj një shkop me vete, dhe ai shkopi ka shumë dobi. Por në kodeksin e qytetërimit bashkëkohor, në qoftë se një qytetar shihet në rrugët e Qarshisë së Vjetër apo edhe në qytet që mban një shkop, më njëherë krijon një huti. Krijon një përshtypje se a është rregull ky person. Vetëm duhet të sqaroj diçka. Njeriu kur jeton pa komplekse dhe kur është 100% vetvetja e tij, nuk ka nevojë për admirimin e askujt. Apo që dikush të aprovoje zhvillimin e jetës tënde. Unë jam 100% autentik, original, ky verzion siç më ka krijuar i lumi Zot. Respektin, mirësjelljen, edhe dashurinë ua kam dhënë të gjithëve. Mirëpo jo çdo kush e ka merituar mirësjelljen time, respektin tim dhe dashurinë time, sepse ashtu jam i frymëzuar, ashtu jam i edukuar fillimisht nga familja ime, nga prindërit e mi, dhe më vonë gjatë shpletimit e librave të ndryshëm nga autorët, dietarët botëror, në veçanti në frymën shpirtërore, në frymën islame, nga pedagogu i njerëzimit Muhamedi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër të nderuara motra. Sot pata një rast shumë të veçantë. Gjatë ecjes time në Qarshinë e Vjetër, disa miq, ta them, të cilët i kam nderuar dhe i kam respektuar, njëri prej tyre kishte filluar një shtëpi ta ndërtoje të re. U gëzova shumë. Gjithmonë gëzohem kur i shoh bashkëkombasit, miqtë e mi, që Zoti ua ka mundsuar të hedhin gur themelet e shtëpive të reja dhe gjithmonë lutem që Zoti t'u ndihmojë të përfundojnë dhe me orientit më të bukura të stolisin ashtu siç ua dëshiron zemrat e tyre dhe familjarët e tyre. Por në momentin kur dikujt i thu, vëlla, për hajër fillimi shtëpisë së re, për hajër gur themeli, Zoti ju dhash mirësi, shëndet dhe mbush gjithmonë shtëpinë juaj me nipa, me mbesa, dhe timi i oxhakut tuaj asnjëherë mos u ndal ndër gjenerata. Këto urime ua përcjelli me sinqeritetin edhe me dëshirën më të flaktë edhe më të drejtë, pa asnjë çfarë propavi apo asnjë çfarë interesi të përkohshëm të kësaj dynjaje, të kësaj bote. Mirpo, kur e pranon prej personit tjetër, kur i thu për hajër shtëpia e re, edhe ai thot faleminderit, mirpo vazhdon disi me sistemin e tij, ti ndalesh për një moment dhe thu, more, a është në rregull me mua apo është rregull me atë person që i uron dhe që i dëshiron më të mirës. Sot Zot na ruaj. Të bësh mirë, po edhe urata kur u jep, njerëzit i keq kuptojnë. Njerëzit interpretojnë ndryshe. Nuk e di çfarë ndodhi me ne, si e hupën atë burrnin, atë bujarin dhe atë nderin të cilën e kemi pas në ndër shekuj të pranishëm të populli jon. Dashur miqtë e mi, kur dikush u vjen, qoftë në lokalin e juaj, në pamundësi për të ardhur në shtëpinë e juaj, mirë po nëse ju ka vizituar në lokalin e juaj, personi nuk ka ardhur as për kafe, as për çaj, por as edhe për bukë. Se fal Zotit, çdo shtëpi, çdo xhak e ka një mill dhe e ka një bukë për me hongër. Nëse nuk e ha me mish, me një spec, po fundit bukë e kripe faqe bardh, siç thoshin më herët pleqënit tonë. Që do thotë, kur njeriu të vjen në konak, në dyqanin tënd, në lokalin tënd, dhe të uron të mira, spaku pritet si e ka tradita shqiptare, edhe jo me kopracllëk, sepse kopracllëki nuk është i mirë fare.